Kryeministër, këtë deklaruar që kemi folur për bllokadën në Prishtinë, cila është sot përgjigja për deputetët. A pritet të pas në ndryshim? Ne po mbajmë shpresë që do të propozohet një kandidat unifikues ose kandidate, pra edhe pse nuk është përgjegjësia jona si një nga partitë parlamentare edhe më e vogla, prapë kemi dhënë një opcion për me dalë nga kjo gjendje, pra do të japim votën për kandidat të vetë vendosjes që është unifikues. Kem përmend dy zonjat Bugëjev që në shëlimin, po do të mujshim me votu dhe zotin Gonjusha, pra ish kryetarin, nëse propozohet. A kishit votu Fatmir Limaj për krye kuvendar, për shkak që po flitet për ditëve të fundit që postën e kryeparlamentarit e ka kërkuar në një marrëveshje me vetëvendosjen, duke marrë parasysh që keni qenë edhe në bashkoalicion në zgjedhje. Nuk kem marrë një qëndrim rreth kësaj, nuk kem diskutuar rreth kësaj. Po ato të votarit nëse do të jetë S'muj me edhe një mendim të qartë. Po nuk muj me edhe mendim se s'kem diskutuar në aleancë, pra kemi ato situatat që të rrugtimi ti tash ndarash edhe në obligim shjemi, po nuk mund t'jap një përgjigje ashtu të saktë. Zotria Radina, i grupi intelektualëve kaloi dje në Nisma, me ta keni qenë partner po ashtu të koalicionit, si e pat këtë shkrirje të intelektualëve në Nisma? Mendoj që është një zhvillim i mirë dhe pse jo, shumë mirë. Ju uroj sukses. Përshëndetje, sot kanë kaluar 130 nga nëntëshkurte, janë 130 të humbura për Kosovën, 130 pa i adresuar hallet dhe problemet e qytetarëve të Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës vazhdon të jetë konstruktive, ne jemi të gatshëm në çdo moment që të hapim rrugë, kemi ofruar alternativat tona, mirë po, Kosova po mbahet peng e kryenetësisë së Albin Kurtit. Edhe një herë bëjmë ftesë për reflektim që të ecim tutje. Ju e dini që partisë fituese i ka takuar me prezantu kryetarin për kuvendin e Kosovës dhe tani për 20 herë po provojmë që ta kemi konstituimin e kuvendit, një proces tepër i rëndësishëm për demokracinë tonë, po dhe i domosdoshëm, por kjo ka shpërfaq një pa aftësi të partisë fituese për ta siguruar shumicën në kuvend. Edhe kjo tregon shumë që partia fituese nuk ka lënë as pak hapësirë për partneritet përmbajtësor që do t'i siguronte Kosovës të mira. Sot fatkeqësisht përsëri ishit edhe ju, edhe ne dëshmitar të vazhdimit të blokadës për konstituimin e institucioneve të vendit, respektivisht të kuvendit. Kjo situatë është e papranueshme. Është një situatë e cila kërkon zgjidhje të menjëhershme, mirë po për gjetur zgjidhje të menjëhershme, kërkon reagim racional nga deputetët e opozitës, të cilët bllokojnë kuvendin dhe duke bllokuar kuvendin, bllokojnë edhe mundësinë e tyre për të ushtruar kontrollin e kuvendit mbi institucionet e pavarura të Republikës Kosovës. Prandaj mua nuk më mbetet tjetër veç se të bëj thirrje që kjo qasje bllokuese të ndalet, sepse betejë politike bëhet për zgjedhjet e qeverisë. Betejë politike nuk bëhet për një temë e cila në fakt është e vetë kuptueshme.